nuk është çështje morale, por spaku ka atë fuqi që të komandoj përgjime, ka atë fuqi që të na hetoj të gjithve dhe hetimin, ku dalin dhe çështjet tona private, ta nxjerri pastaj në çështje gjyqësore, duke përdorur për këtë rrëmujën e madhe, kjo ka problem. Pra, nuk është si Ola më shau mua dhe u shava Olën, po nuk u tregova tolerancë. Jo, po flasin këtu Bushat, një me 20 Bushat. Ka monopolin për të na përgjuar. Me 20 të gjithë, me 20 ne të pranuam që spaku për akmarje ka bërë, që nuk i shërbejnë fare e timit, ato të marrëdhënieve intime. Ti ke drejtë e zoti këtu. Po atë të ambasadës amerikane? Ç'duhej ajo në hetim? Ç'duhej? Po e ka thënë më burr. Po i ka thënë dhe shumë gjëra, mos ju gdhive. Po 5 ditë më para i thoshte ambasada amerikane është unë jam Amerika. Pra, do me thënë diskreditojmë Veliajn, jo hetimin, jo të merremi me hetimin. Kjo pikërisht këtë po të them. Do të Rakipi. Që qëllimi atyre është diskreditus, jo hetus, jo shkencor për të lidhur provat. Duan të denigrojnë njerëzit dhe këtë kanë bërë non-stop. Se duan ta bëjnë këtë domosdoshmë? Cilë është qëllimi se duan? Ti jap një kundërargument. Ti jap një kundërargument Bushatit. Edhe kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Pra, do me thënë, pse ta bish spaku këtë? Pse ta diskreditoj? Bushat, a mund t'jap një kundërargument nëse më lejon? Unë mendoj pse do ta diskreditoj. Sepse spaku nuk ka këllqe të hetoj krimet e mëdha të Erion Veliajt, nga që pra po e mbron spaku? Nuk bën po e diskrediton dhe po e mbron? Ja ta mbaroj, ta mbaj se 3 frazë. Nga që nuk heton dot krimet e vërteta të Erion Veliajt, ka shkuar është marrë me brekët e gruas të Erion Veliajt, dhe për të justifikuar marrjen me këtë gjë kaq minore, duhet krijoj një ret madhe që ky është njeri i ndyrë. Kjo është perversiteti. Më duket kontradiktore kjo. Sepse nga njëra anë ti thua që po ai po e masakron publikisht, po e përdhunon publikisht fare, dhe nga ana tjetër thua nuk po e dënon. Pra do të thonë duhet që spaku po e mbron. Jo, nuk po shkon te çështja. Nuk po e dënon për atë që duhet dënuar, pra, dakor, se po e dënon pak. Sepse spaku e ka të lejuar të fusi kudo në burg si ajdut ordiner. Nuk ka leje të dënoj një kriminal bashkëpunëtor me Edi Ramën. Po jo, kjo është evidentuar. Dhe prandaj... Ti mendon që e ndihmon Edi Ramën spaku me arrestimin e Velis? Dhe me këtë që po i bën Velis? Unë po bindem që e ka bërë me leje apo me urdhër të Edi Ramës. Dhe e diskutojmë dhe këtë po deshe. Kjo s'ka sens pastaj, kjo... Po hajde diskutojmë. Po si nuk bëj Rama para zgjedhjeve të shkatroj... Para se të diskutim, te pjesa e çështjeve personale pa tjetër që jam dakord me... Jo, Ola... Pagu e ka bërë prakmarje këtë, dakord. Jo, është dakord. Më jep një shpjegim pse i duhet të shkoj me Akmar, është Akmar. Një njeri me mish dhe me gjak është Akmar, sepse dije, po një sekund, dije i thoshin, po që s'do të pranosh tani? Vazhdo, Zama vazhdo. Jo, nuk flet, Po jo, për pasë. Zoti Rakipi, jo, një sekund. Ti kërkon në nëzirë gjithve. Një sekund, Një minut më zonjë. Ti kërkon në nëzirë gjithve, zotë. Jo. Shiko. Prokurorit i kanë bërë prokurorit i kanë bërë një të njërë me gruan e vetë me gjitha. Ditë natë. I ka dhenë. Po e banalizoni fare jashtë kontekstit. Pra, në këtë plan, ka një akmarje po temi. është institucion akmarës, dakord. Nuk është institucion akmarës që kanë dorë dhe drejtën për... Të mbaroj Ola dhe e thuaj. Tani, ka një... Nuk jam dakord që është korupcion i vogël 1.1 milion euro. Te ky vendimi gjykatës i kishim të përmbledhura. Eventus, qendër renuse së dajës së Ajolës, ka marrë fonde nga bashkia e ka çuar te kompanitë e Ajolës. Muza e kushërirës së Ajolës ka marrë fonde nga bashkia ka shkuar te paratë e kompanitë e Ajolës. Frobulos, Byla, Partner Law, Art Labs, Ava Studio Nan Galeri kanë marrë nga bashkia e Tiranës me firmën e Erion Veliajt dhe i kanë çuar lekët te Ajola Xoxa. E ke ngritur të disa emisione më përpara si pretendim faktin që çpun ka burri me atë që merr gruaja sa ai nuk e dinte që kishte djeni për Arabelin. Po e ke ngritur pretendimin titut. Ke atje disa biseda me Drian Zenelin dhe me arkitekt e dim këtë gjë, po ty po thot pse e ke ngritur këtë pretendim?
Kur rezultojnë që Velia ishte shumë në dieni që Arabeli ishte qëndër e cila administroi nga Ajola Xoza. Tani, të drejtë ke që ai nuk kap korupcionin madhor, dhe korupcioni madhor te familja Veliaj, që lidhet dhe me njerëz të afërt të Edi Ramës, po përsa kohë unë nuk kam dokumenta, unë nuk mund ta them, por di të them që kompania Google, po të hetohen mënyra se si ajo ka marrë klientët dhe tenderat që ka marrë nga Bashkia e Tiranës, kemi tenderin e fibrave optike dhe kemi tenderin e monitorimit online të trafikut. Kontrata me vlerë mesatare vjetore 1.1 milion euro. Më përpara e merte gjithmonë këtë kontratë nga Bashkia e Tiranës, kompania Alp Telekom, me njëherë pasi u bë kliente e kompanisë Google të zotit Arbër Veliaj. Edhe vitin e dytë, kompania Alp Telekom, edhe në 2020-2021, kompania Alp Telekom. Në një procedur konkurimi, ka qenë dhe One Communication, e cila është skualifikuar dhe ka fituar Alp Telekom. Në momentin që Alp Telekom shkrihet me One-in dhe marrin pjesë në garë, sërish... Jo, mo, janë provat po në më. Ja, ta the me fjalë sa më të thjeshta? Jo, mo, thjeshta e the. Ylli është kryetari i bashkisë, unë jam vllai i Yllit, dhe Klodi është një kompani marketingu që më sjell mua buxhetin e reklamave. Klodi më sjell mua buxhetin që unë t'i jap një tender përmes firmës së vllait tim, dhe unë kështu kontrolloj mediat. Po mediat nuk i kontrolloj vetëm kështu, por edhe duke ndikuar politikisht, sepse është kompania Publicis, e cila ka afro 60% të portofolit të kompanisë Google, që është nga kompanitë më të mëdha në botë në fushën e marketingut. Këto nuk ishe. Dhe përmes tyre reklamave kontrollojnë media. Jo, nuk e kam kundërshtim, po flas të kam përballë dhe mbase të duket sikur e kam kundërshtim me atë. Do me thënë se po thua shumë fakte. Jo, po them shumë fakte që Spaku më është marrë me fustanet e Ajolës në këtë funksion. Dakord, ma jo është reduktim. Do me thënë... Dhe jo me blerjen e medjave që sot, ose nesër, ose dje, prodhojnë dhe vetëm kundër Spakut. Spaku e ka në dorë të shoh. Ola, se të bjem dakord mbi konceptin. Do me thënë, Spaku ka fut edhe një grua në burg për një ark peshk dhe një 1.000 euro. Është kelje ligji duhet jetë në burg. Dhe në qoftë se i kapnin 1.000 euro dhe një ark peshk dhe Erion Velia le t'ishte në burg. Pra, nuk po diskutojmë për kaq pak, a duhet jetë në burga jo, po duhet jetë. Problemi është, ti me Klodin si gazetare e investigative, unë pak më largë se juve, a na mbush mendjen që ky është korrupsioni i Veliaj, kaq po them.